Që jam këtu, njëre mirë, më thoni kjo tash janë nisë së ndalet më, po bi që jam shtirë me Terezi, trevi po lodhë ku qeft vetë. Unë kam pas përshtypje që të ndash eksperiencën tënde të më mësis në Instagram, të shtatzanis, apo qoftë edhe të fëmijës tënë. Nuk është gjëja më e mirë në botë, dhe kjo jo vetëm për çështjen e privatësisë, e heqim më një këtë, po për faktin se çdo fëmijë, çdo nën ka karakterin e vet, ka mundësitë e veta, ka zhvillimin e vet, ka një jetë të caktuar sociale të vetën dhe nuk mund të jemi njësoj, fëmijët tanë nuk janë njësoj, nuk zhvillohen njësoj, nuk kanë të njëjtat kushte etj. Dhe nuk do doja kurrësi që asnjë nën të ndjehej keq apo më pak e zonja se unë, apo fëmija vetë më pak i mirë se imi, prej postimeve të mia. Okej, ishte alarmi rem, se trevi po bëne sigur kështë ardhjer fiksja. Dhe, po thoja, që gjithmonë e kam pasur shumë problem këtë gjë, jo se unë ndjehem keq kanë çfarë shoh dhe çfarë dëgjoj vërdall nëpër Instagram ose çfarë postohet, sepse marrëdhënia ime me trev edhe me mëmsin është aq individuale dhe bëj aq si më thot koka ime, domethënë, sa është vështirë të ndikojmë dhe ka doktoresha. Jo më nga qa shoh vërdall. Por, mendoj që takova dhe një mikeshën time faktikisht për një 2 ditësh dhe po më thoshte që shpesher e irritonin gjërat që shihte online ose e bënin ndjej keq, krijonte pikpyetje rreth aftësive të veta. Dhe sigurisht mendoj që kjo është gjëja më e keqe e mundshme, sepse ne, mamat e Instagramit, mendojmë që po inspirojmë apo po influencojmë, ndërkohë kam përshtypje që më shumë po prishim punë se sa po rregullojmë